Shqipëria po tërheq vëmendjen e mediave ndërkombëtare për bukurinë e saj natyrore dhe potencialin turistik. Agjencia për Media dhe Informim ka ndarë në rrjetet sociale një shkrim të botuar nga prestigjozja britanike Express, ku gazetari i njohur Simon Calder rendit Shqipërinë ndër destinacionet më të bukura dhe më të lira për pushime në Europë. Sipas Calder, Shqipëria ofron një kombinim unik të peizazheve mahnitse, plazhe të virgjëra dhe tradita kulturore, duke i dhënë vizitorëve eksperjenca cilësore me kosto të ulët. Ai e krahason vendin me Malinezi, duke vënë në dukje se të dy destinacionet ofrojnë pushime tërheqëse ekonomikisht, pa kompromentuar bukurinë natyrore dhe mikpritjen e banorëve. Shkrimi thekson se për turistët që kërkojnë destinacione të lira dhe autentike në Europë, Shqipëria po bëhet zgjedhje ideale, duke kontribuar në zhvillimin e sektorit turistik dhe promovimin e vendit si destinacion global. Turizmi në Shqipëri po shënon një diversitet zhvillimi të qëndrueshëm, ndërsa vendi përgatitet të mirëpres sezonin e ri turistik me projekte dhe investime që synojnë të rrisin cilësinë e shërbimeve e të promovojnë bukuritë natyrore të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.